Në këtë edicion do të ndihni banorët e lagjës Sali Ibra kërkojnë ndërhyrje institucionale për zgjidhjen e problemeve që i shoqërojnë çdo ditë. Të martën në shkollën Prenk Jakova do të mbahet punëtori për fuqizimin e të rinjëve. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Banorët e lagjës Sali Ibra në Gjakov kanë disa probleme me të cilat ballafaqohen në baza ditore. Ata kërkojnë nga institucionet që t'ju kushtojnë më shumë kujdes. Banorët e lagjës Sali Ibra në Gjakov kanë ngritur një serë shqetësimesh lidhur me kushtet bazike të jetesës në këtë zonë, të cilat sipas tyre po vazhdojnë të mbesin të pazgjidhura prej kohësh. Përfaqësuesi i kësaj lagjeje, Bedri Podrimja, ka theksuar se mungesa e ndriçimit publik është një nga problemet më të mëdha me të cilat përballen banorët. Pikës parë kemi ndriçimin, nuk e kemi nëpër shtylla, megjithëse janë shtyllat edhe ndriçimi ka qenë më përpara, që tash nuk është hiç. Edhe këtë lagje tek nëna këta që janë të kthymit, këta s'kan hiç fare as shtyllat ndriçimit, as vetëm rrimin e kanë pas mirë, po edhe me kanalizim kemi problem shpesh për nënzinet kanalizimit, sepse gypet janë shumë të ngushtë, nuk kanë mundësi me përcjell sa duhet. Ai bëri thirrje që përfaqësuesit e qeverisë lokale të vizitojnë më shpesh lagjën dhe të ndërhyjnë në zgjidhjen e problemeve ndër vite. Na kërkojmë edhe prej qeverisë edhe prej se më ardhmë në vizitu pak më shpesh, sepse na kemi mbetorinë këtu afër. Edhe sa herë që shpurdhet mbetorina atje, është e pamundshme na me qel drejtorët apo mu ajros veç me erën e bërllogit. Unë nuk e di se edhe sa ka më zgat, qysh dhe më zgat kjo punë. Ste kur ka ndali, kur nuk shem ka di. Kjo vetëm këtu në këtë lagje, që kjo lagje është mas keq puna erës bërllogit. Nga aty, banorët kërkuan që institucionet përgjegjëse të marrin masa urgjente për ndriçimin publik, zgjidhjen e problemeve me kanalizim dhe pastrimin e hapësirave publike. Probleme këto që sipas tyre janë të pazgjidhura tash e sa kohë. Të martën në shkollën Prenk Jakova do të mbahet një punëtori, pjesëmarrja në të cilën është hapur për të gjithë të interesuarit. Detaje në një materiali në vazhdim. Inteligjenca artificiale gjithnjë më shumë po bëhet pjesë e rrjetit teknologjik, si dhe e përditshmërisë tonë. E pikërisht kjo do të jetë një ndër tema që do të diskutohet gjatë programit fuqizimi të rinjve, organizuar nga Qendra Inovative e Kosovës dhe Coca-Cola HBC Kosova. Shpend Lila, menaxher Innovation Center Kosova, tregon se kur do të zhvillohet ky program në Gjakov, duke cekur edhe tema që do të diskutohen në këtë ngjarje. Programi Gjakov të martën që vjen, pra me datën 30 shtator, në amfiteatrin e madh shkollës muzikës Prenk Jakova. Jemi prej orës 11 deri në ora 5. Do të thonë kanë qenë një ngjarje gjysmëditore në cilin kemi me prek 3 tema kryesore. Kemi me fol për AI dhe future skills ose aftësitë e sardhmës. Kemi tregu të rive se cilat janë disa prej platformave më të mira edhe më të domosdoshme të AI që duhet mu përdorë, për shkak se po shohim që është një mjegull të rinia, se ka shumë informacione, këtë informatat në internet janë për dhe rreth AI-t, vish pak ka shumë një filtru me tregu cilat janë mundësit, cilat janë qysh bon promptat, dhe cilat janë disa prej reglave që duhet patjetër me i përdorë, edhe si student, po edhe si udhëhes të kompanive ose bizneseve ndryshme. Lila po ashtu ceku se në këtë program do të jenë të pranishëm ligjërues të ndryshëm, të cilët do të prekin tema shumë të rëndësishme për të rinjt. AI ka më ligjëru për Vajlot Sanhasit, Genti ka më mbulu pjesën e soft skills, që quhen si aftësi të buta. Rit kanë me pas mundësinë me mendu edhe me mësu për pjesën e përgatitjes intervistës, përgatitjes për punë, përgatitja e CV-s, pak menaxhment, pak leadership, do të thonë krejt ka pak si aftësi të buta ose aftësi të transferueshme që quhen. Edhe në fund kemi me mbyll me Shenojin, e cila është një prej ekspertëve më të mira që i ka Kosova në aspektin e aftësive të prezantimit publik. Sa i përket pjesëmarrjes në këtë program, Lila bëri të ditur mënyrën se si mund të aplikojnë të gjithë ata që janë të interesuar për pjesëmarrje. Gjitha aktivitetet tona janë pa pagesë, të rinjt që dojnë me marrë pjesë në sesionin e Gjakovës, duhet me vizitu faqen që është Coca-Cola Viz për krah rinin, ose nëse shkruajnë në Google Coca-Cola për krah rinin ju dele para.
Jepën dhënat personale, numrin e telefonit edhe email adresa, mënyrë që na me dërgu agjendë dhe informata tjera. Është procedurë shumë e thjeshtë. Ndër të tjera, Lila bëri të ditur që arsyeja që kanë vendosur që këtë program tash vendosin edhe jashtë Prishtinës, ka qenë fakti që Kosova është e mbushur me talent në të gjithë territorin e saj. Biblioteka e qytetit në Gjakov vazhdon të mbetet në shërbim të gjithë lexuesve, megjithatë sfiduese për këtë institucion. Mbetet fakti që ndodh që librat e marrë aty nuk kthehen më kohë ose nuk kthehen fare. Biblioteka e qytetit në Gjakov, Ibrahim Rogova, pas sukseseve përballet edhe me sfida të ndryshme. Drejtori i kësaj biblioteke, Angel Berisha, tha se interesimi i lexuesve vazhdon të jetë në nivel të kënaqshëm, edhe pse vrehet rënje krahasuar me vitet e kaluara. Biblioteka është e hapur gjithmonë, është në dispozicion të lexuesve gjitha kategorive, interesimi vazhdon të jetë i shtuar, ka një ramje në proporcion me vitet e kaluara, por sidoqoftë kemi prap lexues, të cilët të paktën ata të cilët janë të anëtarësuar e shfrytëzojnë më të madhe biblioteken. Tani ka filluar viti shkollor ku shfrytëzojnë edhe sallën për të bërë punime, për të ndruar lektyrat shkollore. Përveç sukseseve, një nga sfidat me të cilët përballet kjo bibliotekë është fakti se disa nxënës nuk i kthejnë librat që i huazojnë në kohën e caktuar. Ka libra të cilët i kanë vënuar apo kanë qenë për pushime, ka që i kanë harruar me i kthy dhe kemi filluar të i thirrim me telefon apo të i kontaktojmë nëpërmjet adresave. Ky është një defekt që ne përcjell me vite të tëra, mirë, po besoj që deri në fund vitit do të arrijmë të mbledhim, po gjithmonë shfrytëzojmë rastin, bëjmë një thirrje për të gjithë ata lexues që nuk e kanë kthy librin sa më para të kthejnë librin, se ai libër prangoset që të mos e merr dikush tjetër me lexu. Ndër të tjera, drejtori Berisha tregoi edhe statistikat lidhur me nxënësit që nuk i kanë kthyer librat. Mund të jetë deri 500 nxënës në të dy regjistrimet dhe për të rritur dhe për të vegjël, por me që jemi ka fundi vitit do t'i mbledhim edhe ato. Pa marrë parasysh sfidat për kthimin e librave, stafi i bibliotekës vazhdon të jetë i angazhuar dhe të sigurojë që ky institucion të shërbejë komunitetit në mënyrën më të mirë të mundshme. Këshilli i Evropës e ka shpallur datën 26 shtator ditë e gjuhëve. Në këtë ditë njihemi me disa informacione mbi rëndësinë e të mësuarit dhe përdorimit të drejtë të gjuhës. Sot shënohet dita botërore e gjuhëve, një ditë që thekson rëndësinë e të mësuarit të gjuhëve si urlidhëse mes popujve, kulturave dhe mundësive të reja. Mësimdhënësja e gjuhës gjermane në shkollën e mesme të ulët të Yll Murina në Gjakov, Adelina Beqrama, thekson se njohja e gjuhëve të huaja hap horizonte të reja. Të mësojmë gjuhë të huaja besoj që është shumë e rëndësishme, pasi hap shumë dyer dhe mësojmë edhe për kultura të ndryshme, si tek në Gjermani, Austri, Zvicër dhe shumë vende të tjera. Në të ardhme besoj që ndihmon shumë, si në punësim, si në studime dhe në lidhjen dhe ndërkombëtare. Edhe nxënësja Ambla Malushaj thotë se gjuhët janë të domosdoshme, sidomos me përparimin e teknologjisë. Të mësojmë gjuhët e huaja është mirë sepse na nevojiten shumë për të ardhmen tonë, sidomos tani që teknologjia aftësohet edhe më shumë edhe normalisht që është e nevojshme. Në shkollën tonë mësojmë gjuhën angleze dhe gjuhën gjermane, mua më së shumti më pëlqen gjuha angleze, është më e lehtë dhe më praktike, e cila flitet në gjithë botën. Gjuha gjermane më pëlqen normalisht, është një gjuhë që edhe ajo përdoret, është pak më e vështira, më normalisht që është na pëlqej si lëndë. Mes tjerash, mësimdhënësja Beqrama apeloi që të mësohen sa më shumë gjuhë të reja, sepse sa më shumë gjuhë që flet, aq më shumë mundësi ke. Kasim Syla dhe Shefqet Maloku janë dy mësimdhënës që kanë kontribuar për dekadat të tëra në arsim. Sot ata janë pensionuar dhe janë nderuar nga kolegët e shkollës Zekria Rexha. Në shkollën fillore dhe të mesme të ulët të Zekria Rexha në Gjakov, sot janë nderuar dy mësimdhënës të dalluar, profesori Kasim Syla dhe profesori Shefqet Maloku, mësimdhënës të edukatës fizike, të cilët pas dekadash përvojë dolën në penzion, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në arsim. Drejtori i shkollës Pleurat Rudi tha se puna dhe përkushtimi i tyre kanë qenë shembull i frymëzimi për gjenerata të tëra nxënësish. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë edhe privilegj veçantë që të nderojmë dy mësimdhënësit të shkollës tonë, mësimdhënës e edukatës fizike, zoti Kasim Syla dhe zoti Shefqet Maloku. Arsimtori Kasim, përndryshe Boca Kasim tash tutje, me plot 32 vite përvojë në arsim dhe gjithashtu arsimtori Shefqet me një karrierë 43 vjeçore për shkollën tonë,
kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin e gjeneratave të tyre. Përmes përkushtimit të tyre, ata nguliten tek nxënësit dashuri për sportin, disiplinën, punën ekipore dhe shëndetin. Gjatë gjithë këtyre viteve, ata nuk kanë qenë vetëm mësimdhënës, por edhe udhëheqës, frymëzues, mentor të përkushtuar dhe shembull të gjallë të vlerave të ndershmërisë dhe profesionalizmit. Shumë nga nxënësit e tyre, falë ndikimit të tyre pozitiv, kanë ecur në rrugën e sportit në komunën e Gjakovës, por edhe jashtë saj me arritje personale. Kolegu i tyre, Mark Lasku, tashmë në penzion mes emocioneve dhe kujtimeve, theksoi se përkundër sfidave, vitet e kaluara bashkë kanë qenë një përvojë e çmuar. Ne kemi kaluar një kohë të gjatë, kemi pas vështirësina si në ato profesionale dhe kështu disa gjëra, kështu që jemi kënaqur se kemi mërrit deri këtu. Të në trive që dëshiroj sukses, shëqër Zotit ju kanë ardhur kushte pak më të mira, kështu që suksese trivet, ka sim ty të punosh leta. Edhe Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe shumë trajnerë të klubeve të ndryshme të qytetit të Gjakovës, të cilët e vlerësuan shumë punën e këtyre mësimdhënës dhe ndër vite, duke i nderuar ata me dhurata dhe mirënjohje. Migrena është gjendje mjaft e shpeshtë për persona të shumtë. Kronika në vazhdim na njeh me disa informacione e këshilla për menaxhimin e kësaj gjendje nga doktori Mahmud Lila. Migrena është një nga gjendjet më të zakonshme të dhimbjes së kokës, e cila mund të ndikojë në cilësinë e jetës për shumë njerëz. Doktor Mahmud Lila, neuropsikiatër, tregoi se çfarë dallon migrenën nga një dhimbje e zakonshme e kokës. Migrena është një sëmundje, si me thonë, e cila manifestohet në përgjithësi të popullata, dhimbje e kokës, i thojmë ne. Mirë po, dhimbje e kokës që dallon prej dhimbjeve tjera të kokës. Kjo përndryshi paraqitet zakonisht në pjesën temporale, që i thojmë, ose gjymsa e kokës, ose njëna ose tjetra, përndryshi quhet edhe hemikrania. Migrena manifestohet tek personat që janë të lodhur, të cilët kanë mungesë gjumi ose që teprojnë me gjumë, potencoi doktori Lila. Manifestohet te shumë raste të cilët zakonisht janë ose të lodhur, ose pa gjumë, ose e teprojnë me gjumë, ose janë të unshëm, ose janë nervoz, sidomos ata që kanë elemente të depresionit. Kjo paraqitet zakonisht më tepër te femnat. Edhe arsyetohet se janë pasojë e ciklit menstrual, të cilët e mundojnë edhe e manifeston dhimbjen e kokës. Mirë po na kur thojmë dhimbja e kokës, ajo është në përgjithësi dhimbja e kokës, se ka lloj dhimbje, ka edhe dhimbje që është si pasojë e tensionit, tensionale që thojmë na. Përveç shkaqeve të paraqitjes së migrenës, doktori Lila përmendi edhe moshat në të cilat kjo sëmundje shfaqet më shumë. Zakonisht kjo paraqitet prej moshës, pra 13-14 vjeçare, deri ka 50-55, edhe pse mundet me vazhdu edhe ma tutje, por ma rrallë është. Ndërkohë që migrena mbetet një sfidë e vazhdueshme për shumë individ, menaxhimi i saj mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, tha doktori Mahmud Lila ndër të tjera. Te femnat, ka edhe te fëmijët. 80 ari tokë janë mbjellur me lakra në fshatin Plançar. Nikol Frokaj thot se kanë hasur në vështirësi për shkak të kushteve atmosferike e mungesës së kushteve të nevojshme për ujitje. Nikol Frokaj nga fshati Plançor posedon rreth 80 ari të mbjellura me 2 lloje lakrash. Frokaj tregoi se ky vit ka qenë i vështirë sa i përket ujitjes për shkak të kushteve atmosferike që kanë mbizotruar në kohën kur zakonisht mbillen lakrat. Me lokën të shitores edhe me lokën e cila pak bën fort për dimën, i kam 80 ari. Kjo lokën është për shitore, nuk damtohet katë ngarkohet e katë prehet. Është ma fort në kryrë.
Froka i thekson se këto traditë të kultivimit e kanë trashëguar nga babai dhe gjyshi dhe qëllimi është që të mbahet mirë dhe të ruhet cilësia e produktit. Babgjysh. Bab e babgjysh këto i kultivojmë. E do të mi majtë mirë që kanë krenet, për mas mi prek miza. Miza zban me olon mi prek. Babgjysh merëm, është fitimi mirë. Po, nuk po dërë më marrë me bujësi të rritë, se a fitimi ma i mirë s'ka ku më shku. Se unë, për shemull, punoj 6 muj rri, gjodimni, s'kam shka më bonë. Froka i ndër të tjera thatë që pavarësisht sfidave ja vlen të merresh me kultura të ndryshme bujqësore. Dega Partisë Demokratike në Gjakov ka mbajtur takime gra vajza, nga ty kërkua përkrahje për kandidatin për kryetar të komunës, si dhe për gratë dhe vajzat e kuvendit komunal. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sonte një takim me gra dhe vajzat të Gjakovës. Në këtë takim morën pjesë sekretarja e PDK-s Vlora Qitaku, kandidati për kryetar të komunës Ervin Shabani, kryetari i degës së PDK-s në Gjakov Hajdar Beqa, deputetja Ganimete Musliu, si dhe kryesuesja kuvendit komunal Arbni Shakuqi, si dhe kandidatit për kuvendin komunal. Ju i keni dhënë Kosovës profesor, artista, mjek, patriot, ju i keni dhënë Kosovës lider, ju i keni dhënë Partisë Demokratike të Kosovës një skuadër fantastike me të cilët mburremi ne sot, po me të cilët jam e bindur që nesër do të mburret tërë Gjakova. Këto kandidate janë të gatshme që bashkë me programin tim për arsim të angazhohen për digitalizimin e arsimit, për mësimin tërditur, për të rregulluar kështu problemin e klasave të kombinuara dhe numrit të vogël të nxënësve, duke bërë mësimin tërditur mrena mandatit 4 vjeçor në gjithë komunën e Gjakovës. Gjakova ka qenë në balë të intelektualizmit, ka qenë në balë të zhvillimit ekonomik, ka qenë në balë të punës, ka qenë në balë të aktivitete, po ka qenë edhe në balë të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zëri gruas gjakovare do të dëgjohet dhe do të përfaqësohet me dinjitet me pjesëmarrjen e në kuvendin komunal të këtyne grave, këtyne zonja. Jam këtu për më motivu, jam këtu për më mbështet, jam këtu me nda me ju që si historie që Partia Demokratike i jep hapësirë dhe mundësi grave. Ky tubim u mbyll me mesazhin për fuqizimin e rolit të grave në jetën politike dhe shoqërore. Në vazhdim të ndjekim parashtrimin e motit për ditët 9 vjem. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i vranët e merreshje shiu me temperaturat që kanë lëvizur nga 14 deri në 24 gradë Celsius. Për nesër, temperaturat do të lëvizin nga 12 deri në 21 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i ngjashëm. Mot me shi do ta karakterizojë edhe të dielën me temperatura që do të variojnë nga 11 deri në 22 gradë Celsius. Të hënën pritet të mbizotroj moti vranët e merreshje shiu me temperatura që do të lëvizin nga 8 deri në 21 gradë Celsius. 7 deri në 19 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së martës, karakterizuar nga moti me diell e vranësira të kohë pas kohshme. Mot me vranësira e shi parashihet gjatë së mërkurët, shoqëruar me temperatura nga 6 deri në 18 gradë Celsius. Edhe për të entën parashihet mot me vranësira të kohë pas kohshme e merreshje shiu, me temperatura që do të variojnë nga 4 deri në 17 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një artitut kryesor të këtij edicioni. Banorët e lagjës Sali Ibra kërkojnë ndërhyrje institucionale për zgjidhjen e problemeve që i shoqërojnë çdo ditë. Të martën në shkollën Prengjakova do të mbahet punëtori për fuqizimin e të rinjëve.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.